Amortizimi dhe nevoja për shtrimin me asfalt të rrugës Mamës Surroj ka bërë që banorët e këtyre fshatrave të dalin sërish në protest. Ata u mblodhën në sheshin përpara Bashkisë së Kukësit, duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme për gjendjen e amortizuar të rrugës. Rruga e Surrojt duhet me bë, Mamësit me bë, ku që ne kemi ardhur protestojmë bindshëm dhe rruga të bëhet sa më shpejt. Ju lutemi, qofse hexoni, na bëni mrapa se ata kena dhurat për Italijës, zotni. E ka bërë Italia në 39-ën, po flitet për 15 km rrugë. Ne s'na ka vënë kushtore për asnjë sen. Qëllimi i disëshme është që ne na jepet e drejta për çet punë në rrugat të hapet, e të shkojë asfalti të shtëpia. Nga ana tjetër, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, kryetari i Bashkisë Kukës, Albert Alilaj, u shpreh se kjo rrugë ka nevojë për ndërhyrje. Gjithashtu ai theksoi se bashkia është në kontakt me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për realizimin sa më të shpejtë të projektit, pasi buxheti i bashkisë nuk e mbulon dot këtë investim. Ne e dim që është domosdoshme ndërhyrja, do shikojmë gjithë alternativat bashkë edhe me deputetin, do jemi në kontakt me çdo lloj institucioni që do ta financojë këtë projekt. Nëse nuk do të mundem pas vitit 2026 mund të shikojmë mundësia tjera për ta investuar. Sipas banorëve, rruga prej rreth 15 kilometrash është degraduar ndër vite dhe mungesa e investimit po u vështirëson jetën e përditshme si dhe qarkullimin e mjeteve.